Çmimi i një apartamenti në qendër të Fierit ka arritur në 800 euro metri katror, duke shënuar një rritje prej të paktën 5% për gjatë 2 viteve të fundit. Shkak për këtë rritje, sipas ekspertëve, është bërë kërkesa e lartë e mungesa e ofertës, që në rastin e banesave në Fier lidhet me mungesën e ndërtimeve të reja. Në ngop tregu, kaq ishte popullsia, u blen apartamentet, u bën shtëpitë. Tash për shembull ne kemi parë trendi tani është rikonstruksione, rregullime. Domethënë adaptime. Nuk kam, si më thënë, apartamente të reja. Pallate të mëdha. Në atë masën që prite, kupton, nuk kam pallate të mëdha ato gjigantet që kemi parë. Përveç se kanë ikur jashtë, kanë ikur në qytete të tjera. Tiranë, Vlorë, ja ku i ke dy pole konkurruese të tjerë që është shumë e lehtë të gjetur punë, është shumë e lehtë për të jetuar, pasi çmimet janë çik më të larta, por prapse jetohet më mirë. Automatikisht janë arritur edhe qërat e shtëpive. Arkitekti Elton Tos ka thënë se Fieri, si një lidhse mes jugut dhe veriut, edhe zonë me biznes të zhvilluar, shfrytëzohet si trampolin për të zhvendosur në zona të tjera të vendit. Është një nyje tranzitore që ri në mes asaj gjë. Nuk ka për të ndaluar ndonjëherë, sepse Fieri ka, si më thënë, atë identitetin e vet në biznes edhe në çdo gjë, që është komplet autoktone, komplet e pandryshuar të çdo vite, ti shikon nga trafiku, domethënë që është. Pavarësisht se është bërë bypassi, pjesa e Levan Fierit është gjithmonë plot. Apo pjesa e Portës, domethënë rrugës Portës. Domethënë ka bizneset e veta që gëllojnë këtu, janë shumë të mirë. Deri një vit më parë, në Fier kishte stok apartamentesh si pasojë e bumit të ndërtimeve. Tani, sikundur konfirmohet edhe nga agjentët imobiliar, nuk ka më banesa bosh, duke u shoqëruar kjo me rritjen e çmimeve.